Forumi Rinor Islam, Dega Shkup, ju prezanton emisionin Gjurmëve të dashurit tonë. Pas ju kthye profeti sallallahu alaihi wasallam nga udhëtimi në Taif dhe qëndroi në Mekë për disa kohë, i ndodhi mrekullia e udhëtimit natën për në Quds dhe më pas në 7 qiejt, ose siç njihet ndryshe me Isra dhe Miraj. Ai është udhëtimi më i bukur që i ka ndodhur ndonjë njeriu në historinë e njerëzimit. Nuk ka njeri tjetër që është nderuar me një udhëtim të tillë siç u nderua profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo që vlen të përmendim është se ky udhëtim dhe kjo mrekulli i ndodhi profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm pasi vuajti dhe u keqtrajtua. Zoti dërgoi krimin për ta ngrënë dokumentin e Kurejshëve vetëm pasi muslimanët duruan për 3 vite pasojat e bojkotit. Edhe udhëtimi i Isras dhe Mirajit nuk i erdhi profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm pas 10 viteve pasi ishte shpallur mesazhi për herë të parë. Data e udhëtimit thuhet që ka qenë me datë 29 Rexhep në vitin e 10 të profecisë. Udhëtimi ndodhi pas dështimit në Taif dhe pas lutjes ku lut: nëse nuk je zemëruar me mua, nuk pyes për gjë tjetër. Ky udhëtim sikur ishte me qëllim që profeti sallallahu alaihi wasallam ta kuptojë që Zoti nuk është i zemëruar me të dhe që ta shoh se ç'po pozitë të lartë ka te vetë Zoti. Në këtë kohë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dinte gjë rreth këtij udhëtimi. Thuhet që natën që udhëtoi, ai po flinte në shtëpinë e tij. Kurse në një hadith tjetër thuhet që ishte mbështetur dhe flinte pranë Qabes. Udhëtimi ishte një udhëtim fizik dhe jo vetëm me shpirt. Ajo që vërteton që udhëtimi ishte fizik është se nëse do të kishte qenë vetëm me shpirt, nuk kishte pse të shkakton të rrëmuj më pas, ku siç e dim shumë njerëz u treguan skeptik dhe nuk e besuan. Një pjesë nga ata që nuk e besuan këtë ndodhi ishin edhe muslimanët. Po të ishte vetëm me shpirt, nuk do të shkakton të kaq gjurmë dhe debate, pasi ata e dinin që i shfaqej edhe Xhibrili. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke fjetur, i vjen Xhibrili alayhis salam dhe i thot: "Qohu o Muhammed." Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam qohet. Më pas Xhibrili alayhis salam thot: "Bëje tavafin rreth Qabes." Kështu nisja për në xhamin Aqsa do të ishte nga Qabeja. Më pas Xhibrili alayhis salam e lajmëron që do të udhëtoj drejt xhamis Aqsa dhe më pas në 7 qiejt, dhe se do të takohej me vetë Allahun. Kështu, ky takim mes Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam ishte i mbushur me mall, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i përgatitur dhe kishte sakrifikuar gjithçka deri atëherë. Ai nuk kishte pse të friksohej dhe pse t'i vinte turp. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam është i vetmi që është takuar me Zotin në këtë botë, të gjithë ne do të takohemi me Zotin në botën tjetër. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, secilit prej jush do t'i flasë Zotit ditën e Kiametit pa pasur nevojë për ndërmjetës. Po ti, o vëlla, a je gati dhe i përgatitur për takimin me Zotin ditën e Kiametit?
A ndjen mall që të takohesh me të, apo nuk dëshiron diçka të tillë? Ditën e Kiametit do të ketë njerëz, siç thot Ali ibn Abi Talibi, do të bjerë mishi i fytyrës copa nga turpi që ndjen, derisa u tregohen gjunahet para Zotit. Do të ketë njerëz tjerë që të kërkojnë të dërgohen direkt në zjarr, për shkak se u vjen turp të dalin para Zotit për gjunahet që kanë bërë. Ndodhinë e Isra dhe Mirajit e përshkruan dhe vetë Zoti në Kur'an, ku thot: pa të meta është lartë madhëria e atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesjidi Haramit gjerë në Mesjidil Aqsa, rrethinën e të cilës ne e kemi bekuar. El Isra 1. Nata është simboli dy gjërave. Për njerëzit e qejfit dhe argëtimeve është simbol i shthurjes dhe epsheve, kurse për besimtarët nata është simbol i afrimit me Zotin. Zoti e zgjodhi udhëtimin natën për profetin sallallahu alaihi wasallam, pasi janë momente kur besimtari ndihet më pranë Zotit. Meqense ky udhëtim do të jetë në 7 qiejt, edhe do të jetë udhëtim për të vlerësuar dhe ngritur figurën e profetit sallallahu alaihi wasallam me fjalën robin e vet, Zoti sikur ja kujton profetit sallallahu alaihi wasallam që me gjithë këtë ai nuk është më shumë se një rob i tij. Këtë profeti sallallahu alaihi wasallam e kuptoi, dhe sa herë që arrinte fitore, ai tregohej modest. Ditën që triumfoi ndaj Kurejshëve dhe hyri në Mekë, megjithse ishte ditë fitorie dhe të bënte të ndihesh krenar, profeti sallallahu alaihi wasallam hyri në Mekë kok ulur, si modesti ndaj Zotit. Kur vëllezërit e Jusufit alayhis salam ju përulën, u bashkua me prindërit dhe ishin momentet triumfi dhe fitoreje, Jusufi alayhis salam i lutej Zotit me fjalët: o Zot, ti më ke dhënë pushtet dhe më mësove komentin e ëndrave, o krijuesi i qiejve, tokës dhe kujdestari im në dynja dhe ahiret, më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët. Jusuf 101. Sulejmani, pasi Zoti i kishte mësuar gjuhët e shpendëve dhe dëgjoi milingonën të flasë rreth pushtetit dhe fuqisë së tij, nuk u tregua mendje madh, por tha: Zoti im, më mundso që ti falenderoj të mirat tuaja që më dhurove mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen. An-Naml 19. Tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi se Zoti thot: kush përulet ndaj meje kështu, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e uli pëllëmbën e dorës derisa preku tokën, do ta ngrej kështu, dhe ngriti profeti sallallahu alaihi wasallam pëllëmbën e dorës lart deri në qiell. Sa më shumë që tregohesh i thjesht e të ulësh vetëm para Zotit, ai të lartëson më shumë para njerëzve. Nëse të mirat e kësaj bote vërshojnë drejt teje, trego modest dhe i thjesht më shumë, pasi më shumë do të shtohen. Nëse ke fituar dije, para, poste dhe ndjen veten të madh, dije se së shpejti do të biesh. Për këtë pyet njerëzit me famë. Ndodhia e Isra dhe Mirajit është ndodhi që përmban shumë simbole. Janë ngjarje të vogla, por që në vetvete përmbajnë shumë mësime dhe konkluzione. Mjeti me cilin udhëtoi profeti sallallahu alaihi wasallam për në xhamin Aqsa është buraku. Profeti sallallahu alaihi wasallam e përshkruan atë me fjalët: ajo është një kafshë e bardhë, më e madhe se gomari dhe më e vogël se mushka. I vendoste thundrat atje ku i arrinte shikimi. Kjo tregon që ajo ishte një kafshë shumë e shpejtë
dhe distancën nga Meka në Xhamin Aksa e ka përshkruar në disa minuta. Ajo që e vërteton këtë është dhe vetë emri i saj Burak, që rrjedh nga fjala shkreptim. Në ditët tona kemi aeroplane dhe raketa që mund të përshkruajnë një distancë të tillë në disa minuta, kurse në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam diçka e tillë ishte e pamundur. Ata udhtonin me javë për të përshkruar një distancë kaq të gjatë. Megjithatë, ne sot e kemi më të vështirë për ta pranuar që profeti sallallahu alaihi wasallam udhëtoi në Xhamin Aksa brenda disa minutave. Kurse shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët, edhe pse nuk e imagjinonin dot diçka të tillë, e besuan. Me këtë udhëtim, Zoti na sfidon duke na thënë që sado që të merrni dije dhe të zbuloni, dija dhe fuqia ime është më e madhe. Të gjithë njohuritë, shkencat dhe dijet nuk janë as sa një pikë në krahasim me njohuritë e Zotit. Kështu, me udhëtimin e profetit sallallahu alaihi wasallam me Burak, përcillet mesazhi që sado të shtohen njohuritë mes njerëzve, njohuritë e Zotit janë më të shumta. Duke qenë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është simbol i dijes, për të u caktua Buraku, një kafshë e posaçme dhe e papar. Me këtë, sikur Zoti na thot: o njerëz, ju do të zhvilloheni dhe do të shtoni njohuritë, por kur mos u tregoni arrogant dhe mendje mëdhenj ndaj meje. Për këtë dërgoj Burakun që ne sot ta kuptojmë që dija e Zotit dhe njohuritë e tij janë të pafundit. Pasi erdhi Buraku, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: hipa në Burak, dhe me mua erdhi dhe Xhibrili, i cili as nuk më parakalonte dhe as nuk e parakaloja. Pra, në këtë udhtim, profeti sallallahu alaihi wasallam do të ishte në shoqërinë e Xhibrilit alayhis salam, gjë që tregon mbi rëndësinë e shoqërisë. Po ti o vëlla, me kë shoqërohesh? Nëse kërkon të vërtetën, atë nuk mund ta gjesh në një shoqëri të keqe. Këto fjalë nuk janë vetëm për të rinjt, por edhe për brezat më të vjetër. Ka shumë raste kur dikush në rini ka qenë njeri i përkushtuar dhe i mirë, por pas martesës dhe lindjes së fëmijëve ka rënë në shoqëri të keqe dhe është ndikuar prej tyre duke braktisur gjithçka. Më tregosh shokët të them nëse do të pendohesh apo jo. Më thuaj me kë shoqërohesh, të them që pas pendimit do të vazhdosh në bindje dhe adhurim të Zotit apo jo. Me të arritur profeti sallallahu alaihi wasallam me Xhibrilin alayhis salam në Xhamin Aksa, profeti sallallahu alaihi wasallam zbret nga Buraku dhe e lidh atë. Megjithse Buraku kishte ardhur vetëm për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk imagjinohej të ikte, profeti sallallahu alaihi wasallam e lidhi. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon një parim që thotë që të jesh i mbështetur në Zotin nuk do të thotë që të mos kërkojmë shkaqet dhe të mos veprojmë. Mbështetja në Zotin nuk do të thotë të presësh që gjithçka të vijë gati. Koha në cilën profeti sallallahu alaihi wasallam arriti në Xhamin Aksa ishte pas mesnate. Xhamia në këtë kohë supozohej të ishte e boshatisur, pasi përveç se ishte natë, romakët e rrethonin nga të katër anët. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam hyri brenda xhamis, pa diçka që nuk i kishte vajtur në mendje më parë. Ai u befasua kur hyri, pasi e pa xhamin të mbushur plot. Ata që i kishin mbushur xhamin Aksa ishin të dërguarit dhe profetët e Zotit që nga Ademi alayhis salam deri tek Isa alayhis salam. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti e habitur Xhibrilin alayhis salam:
kush janë këta, o Gjibril? Gjibril a.s. ju përgjigj: këta janë profetët e Zotit, të cilët kanë zbritur për të pritur ty. Ky takim mes të gjithë profetëve simbolizon unitetin dhe bashkimin mes njerëzve. Me gjithë lartësinë historike, i gjithë njerëzimi është një dhe pronë e Zotit. Ne shohim sot përçarje dhe trazira kudo. Shohim luftëra, vrasje, derdhje gjaku të pafajshëm, urrëtie, kërcënime. Kurse me këtë takim profetësh, Zoti përcjell mesazhin që ne të jemi të njëjtë dhe të barabartë. Islami nuk është fe që fton në përplasje qytetërimesh, por për dialog dhe bashkëjetesë mes qytetërimeve. Argument për këtë është vetë ky takim mes gjithë profetëve. Ideja bashkëjetesës dhe tolerancës mes njerëzve dhe kulturave të ndryshme është një ide themeltare e besimit islam. Në origjinë, Islami nuk përmban ide që nxisin përplasjen mes qytetërimeve. Gjithashtu, po të vërejmë pas ajetit të parë të surës Isra, patëmeta është lartëmadhëria atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit deri në Mesxhidi Aksa, rrethinën e të cilës ne kemi bekuar. El Isra 1. Ajeti i dytë është: edhe Musait ne i kemi dhënë librin, dhe atë e bëm udhërrëfyes për Beni Israilet, që të mos marrin përveç meje ndonjë që ja besojnë çështjet. El Isra 2. Kurse ajeti i tretë: pasardhës të atyre që i bartëm apo i shpëtuam së bashku me Nuhun. El Isra 3. Kështu, me njëherë pas ndodhisë së Isra dhe Mirajit, Kurani përmend Musain dhe Nuhun a.s. për të treguar që të gjithë janë hallka të njëjtit zinxhir. Ata të gjithë janë profet të Zotit, dhe ajo që i bashkon është mesazhi i Zotit për cilin të gjithë sakrifikuan. Gjatë udhëtimit me burakun dhe Xhibrin a.s. për në xhamin Aksa, profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi edhe nga mali Turi Sina, mal ku Musa a.s. bisedonte me Zotin. Ai kaloi edhe nga Betlehemi, vendlindjen e Isait a.s. Gjithashtu ai kaloi edhe nga vendi ku Ibrahimi dhe Ismaili kaluan gjatë udhëtimit nga Palestina për në Mekë. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam merrte njohuri nga gjithë profetët dhe shihte për herë të parë vendet ku kishin jetuar dhe lëvizur. Një pyetje e rëndësishme që lind është: përse zbritën profetët në xhamin Aksa në një kohë që ata do të takoheshin me profetin sallallahu alaihi wasallam kur të ngjitej në 7 qiejt? Zbritja dhe bashkimi i tyre në xhamin Aksa me profetin sallallahu alaihi wasallam ishte me qëllim që profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam t'i dorëzoje flamuri i udhëheqjes së njerëzimit. Ai do të ishte përgjegjësi për mbarvajtjen e mesazhit hyjnor në tokë, dhe këtë përgjegjësi na e kaloi neve pas vdekjes së tij. Në kohën e sotme, muslimanët përbëjnë 20% të popullatës së mbar botës, dhe kjo 20% është barë për 80% tjetër, pasi janë të prapambetur në shumë fusha. Kjo ndodh në një kohë që ata duhet të mbajnë flamurin e zhvillimit dhe përparimit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: dora që jep është më e mirë se dora që merr. Kurse 20% ka pranuar që të jetë dorë që merr në këto 200 vitet e fundit. Për këtë, profetët tjerë zbritën me qëllim që të jepnin profetit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit të tij flamurin e udhëheqjes e tokë. Me hyrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, çohen të gjithë profetët dhe vihen në rreshta. Pasi do të falin 2 rekate namaz, të gjithë prisnin se
kë do të urdhëronte Xhibrili alayhi salatu wasalam për qenë imam? Xhibrili alayhi salam i drejtohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Na pri, o Muhammed." Udhëheqja e profetit sallallahu alaihi wasallam në faljen e 2 rekateve namaz ishte për të rritur vlerat dhe në të njëjtën kohë ishte përgjegjësi. Ashtu siç 2 rekatet ishin ngritje vlerash dhe përgjegjësi për profetin sallallahu alaihi wasallam, ato 2 rekate janë edhe për ne ngritje vlerash dhe përgjegjësi. Për këtë, ne muslimanët jemi të obliguar të punojmë dhe përhapim të mirën në tokë. Ne jemi të obliguar të jemi pionier të zhvillimit dhe mbarvajtjes në tokë. Udhëtimi i Isras dhe Mirajit nuk ishte thjesht një udhëtim për të hequr mërzinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, por më shumë se kaq ishte një udhëtim që le të kuptosh shumë gjëra pas tij. Me takimin e profetëve dhe udhëheqjen e namazit me ta në Xhamin Aksa, mesazhi që përcillet është se Xhamia Aksa është përgjegjësi e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ummetit të tij. Me të në xhami u fal vetë Davudi alayhis salam dhe Sulejmani alayhis salam. Përgjegjësia për kujdesin për njerëzimin e tokë dhe për mbarvajtjen e tokës profetit sallallahu alaihi wasallam i u dha në Xhamin Aksa. Pasi përfunduan faljen e 2 rekateve namaz, Xhibrili alayhis salam mori një enë në cilën kishte qumësht dhe një enë tjetër në cilën kishte verë. Në këtë kohë vera nuk ishte ndaluar akoma. Dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "O Muhammed, zgjidh çfarë duash për të pirë." Profeti sallallahu alaihi wasallam i pa 2 enët dhe mori enën në cilën kishte qumësht dhe piu prej saj. I kënaqur me këtë, Xhibril alayhis salam i tha: "Ke zgjedhur atë që është e natyrshme dhe ke udhëzuar ummetin tënd drejt të natyrshmes." Qumështi është simbol i diçkaje të krijuar nga Zoti dhe që nuk ka ndryshuar nga ndërhyrja e njeriut, kurse vera është simbol e diçkaje të krijuar nga Zoti që me ndërhyrjen e njeriut ka ndryshuar nga fruta në verë. Me këtë Xhibril alayhis salam sikur i thoshte profetit sallallahu alaihi wasallam që me zgjedhjen e qumështit ti dhe ummeti yt në natyrë keni të mirën dhe të dobishmen. Në tokë ju do t'jeni për të vendosur rregullin dhe jo për shkatërrim. Zgjidhja e qumështit nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte në bazë të rastësisë, por ishte në bazë të mënyrës se si mendonte profeti sallallahu alaihi wasallam. E mënyra se si mendonte ai bazohej në atë që ai zgjidhte natyralen mbi artificialen. Pas udhëtimit nëpër tokë, profetit sallallahu alaihi wasallam do t'i rezervojë edhe një udhëtim tjetër, atë në 7 qiejt ku do të shihte madhështinë e krijesave të Zotit. Kjo me qëllim që profeti sallallahu alaihi wasallam të kishte vizione më gjëra dhe dilte nga gurësia e Mekës në cilën ndodhej në gjerësinë e gjithësisë. Sot shkenca ka zbuluar që ekzistojnë yje të cilat janë larg tokës me miliona vite dritë, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam këtë largësi e përshkroi në disa çaste. Sot anijet kozmike që të arrijnë në yjet më të afërta me tokën me një shpejtësi prej 7000 kilometrave u duhet të arrijnë për 3 vite. Me këtë Zoti sikur na thotë që shpiknit ç'të doni, por kur mos të tregoni arrogant dhe me një mëdhenj me mjetet e shpikura, pasi ata nuk mund të krahasohen me krijesat e Zotit. Udhëtimi për në qiej fillon nga shkëmbi pranë xhamis Aksa. Në çdo qiell që të ngjitej, profeti sallallahu alaihi wasallam do të takonte nga një profet. Kështu, në qiellin e parë ai takoi Ademin alayhis salam. Në të dytin takoi Isain alayhis salam dhe Yahyan alayhis salam. Në qiellin e tretë Jusufin alayhis salam, në të katërtin Idrisin, në të pestin Harunin
dhe në të gjashtin Musain a.s. Kurse në qiellin e 7 profeti sallallahu alaihi wasallam u takua me Ibrahimin a.s. Shohim që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u takua me gjithë profetët gjatë Miraçit. Profetët me cilët u takua ishin profetë të cilët ishin marrë me ndërtimin e shoqërisë, gjë të cilën do të bënte edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, ose profet të cilët ishin detyruar të shpërnguleshin nga vendi i tyre dhe të emigronin, si Jusufi dhe Musai, gjë të cilën do e bënte edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam më vonë. Dhe ose profet që janë keqtrajtuar nga populli i tyre dhe kanë duruar. Tregon profeti sallallahu alaihi wasallam që Xhibrili alayhis salam para se të hynte trokisën në çdo qiell për të na lejuar të hynim. Nga brenda u dëgjohej zëri i melekut që pyeste: "Kush është?" Xhibrili alayhis salam i përgjigjej: "Xhibrili." Meleku pyeste përsëri: "A është tjetër kush me ty?" "A është Muhamedi?" i përgjigjej Xhibrili alayhis salam. Meleku pyeste përsëri: "A është dërguar si profet?" "Po," ja kthente Xhibrili alayhis salam dhe hapte derën për të hyrë. Tregon profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kur hym në qiellin e parë, gjeta një burr i cili kur shikonte nga krahu i tij djathtë, shihte shumë njerëz dhe qeshte. Kurse kur shikonte nga krahu i majt, shihte shumë njerëz dhe qante. E pyeta Xhibrilin: "Kush është ky o Xhibril?" Ai më tha: "Ky është babai yt Ademi. Kur shikon nga fëmijët e tij në xhennet qesh, dhe kur shikon fëmijët e tij në zjarr qan." I vetmi që i di emrat e atyre që janë në zjarr dhe atyre që janë në xhennet është Allah. Po ne vallë, ku mund ta kemi emrin? Një nga dietarët që erdhën pas brezit të shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam thoshte derisa lutej natën: "O Zot, ti je i vetmi që i di kush janë banorët e xhennetit dhe të zjarrit, po unë prej cilëve jam, o Allah?" Ademi alayhis salam qeshte kur shihte banorët e xhennetit, pasi gëzohej që ata kishin përfituar nga përvoja e tij, dhe qante kur shihte banorët e zjarrit, pasi ishin njerëz që nuk kishin përfituar nga përvoja e tij. Përvoja e Ademit alayhis salam me shejtanin, armikun e tij, i ngjan barazimeve të zgjidhura në matematik, sipas të cilave mund të zgjidhim çdo barazim tjetër me numra të ndryshëm. Të njëjtat hile dhe mjete që përdori shejtani për Ademin alayhis salam dhe Havan, të njëjtat i përdor dhe me njerëzit tjerë. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe u takua me Ademin alayhis salam, i cili i tha: "Mirë se vjen o bir i mirë, profet i mirë dhe vëlla i mirë." Vazhdoi profeti sallallahu alaihi wasallam të ngjitej në 7 qiejt derisa arriti te qielli i 7 ku u takua me Ibrahimin alayhis salam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "E pash Ibrahimin alayhis salam, i cili kishte mbështetur shpinën te Betul Ma'mur." Betul Ma'mur është një shtëpi si Qabja, e cila ndodhet në të njëjtin drejtim me Qaben, por në qiellin e 7. Derisa besimtarët kryejnë tavafin rreth Qabes në tokë, melekët bëjnë të njëjtën gjë rreth Betul Ma'murit në qiellin e 7. Kështu, si për Qabes është Betul Ma'mur në qiellin e 7, dhe si për saj është Arshi i Allahut. Ibrahimi alayhis salam ishte pranë Betul Ma'murit për shkak se ishte ai që kishte ndërtuar Qaben në tokë. Ai kishte mbështetur shpinën për Betul Ma'murin për të pushuar, pasi ishte lodhur në këtë botë. Edhe pse profet ata ishin lodhur nga kjo botë, e tillë është kjo botë, e mbushur me lodhje. Kur u pyet Imam Ahmedi kur do mundet njeriu të gjera ati në këtë botë, u përgjigj: "Kur të vendos këmbën për herë të parë në xhenet. Para këtij momenti nuk do të ketë rehati." Natyra e kësaj bote është ndërtuar e tillë që të mos ndjesh rehati dhe qetësi.
Thot Zoti në Kur'an: vërtet, ne e krijuam njeriu në vështirësi të njëpasnjëshme. El-Beled 4. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam e pyet Xhibrilin alayhis salam rreth Betul Mamurit dhe ai i tregon: ky është Betul Mamuri, i cili çdo ditë vizitohet nga 70.000 melek, të cilët falen dhe bëjnë tavaf rreth saj. Kur dalin prej saj, ata nuk ktheheshin më aty deri në ditën e Kiametit. Kjo tregon që numri i melekëve është shumë i madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: është rënduar qielli dhe ka të drejtë të rëndohet, pasi në çdo tregishtë vend gjendet një melek në sejdë, ruku ose në këmbë duke ju falur Allahut. Ditën e Kiametit do të qohen dhe do i thonë Zotit: i patëmeta je ti o Zot, nuk të kemi adhuruar siç e meriton. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam u takua me Ibrahimin alayhis salam, i cili i tha: përshëndete ummetin tënd prej meje dhe u thuaj: xheneti ka tokë qellore, ujë të freskët dhe bimët e saj i mbillen me fjalët subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ibrahim alayhis salam me këtë na kërkon që ta zbukurojmë vendin tonë në xhenet. Ne shohim që gratë sot jepen shumë pas zbukurimit dhe rregullit të shtëpisë. Pse të mos e bëjnë këtë dhe me shtëpinë e xhenetit? Dhe ajo që zbukuron shtëpitë tona në xhenet janë fjalët subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sa më shumë të themi këto fjalë, aq më shumë e zbukurojmë shtëpinë tonë në xhenet. Mesazhin që përcjell udhëtimi i Isra dhe Mirajit është se muslimani ka në themel të besimit të tij dialogun dhe bashkëjetesën me tjetrin dhe jo përplasjen dhe konfliktin. Gjatë udhëtimit në qiell, profeti sallallahu alaihi wasallam gjeu një aromë shumë të mirë dhe pyeti Xhibrilin alayhis salam: çfarë është kjo aromë e mirë, o Xhibril? Xhibril alayhis salam ju përgjigj: kjo është aroma e asaj që krihte flokët e vajzës së faraonit dhe 4 fëmijëve të saj. Ajo ishte një grua që ushqimin e fitonte duke krehur flokët e vajzës së faraonit. Ajo besonte në një Zot dhe ishte e sigurt që faraoni nuk ishte Zot, por këtë e mbante të fshehur dhe nuk ja kishte treguar kujt. Një ditë, derisa po krihte vajzën e faraonit, i ra krehri për tokë. Për shkak se ajo e kishte bërë zakon që sa herë që merrte diçka thoshte bismillah, pra me emrin e Allahut, edhe këtë herë kur e mori krehrin tha me emrin e Allahut, pra bismillah. Vajza e faraonit e pyeti: me emrin e babait tim? Atëherë ajo ju kthye dhe i tha: Zoti im, i yti dhe i babait tënd është Allahu. A pas ke Zot tjetër veç babait tim? E pyet ajo. Po, i tha ajo, Zoti im, i yti dhe i babait tënd është Allahu. Unë do t'i tregoj babait, i tha përsëri vajza. Shkoi te faraoni dhe i tregoi gjithçka kishte dëgjuar. Faraoni e thirri dhe e pyeti: a ke Zot tjetër veç meje? Ajo ju përgjigj: Zoti im dhe i yti është Allahu. Faraoni pyeti nëse kishte fëmijë, dhe kur i thanë që ka 4 fëmijë, urdhëroi t'ia sillnin. Më pas ai urdhëroi të ndizej një furrë e ndërtuar prej bakri. Kur furra u nxeh shumë, ai mori gruan me fëmijët dhe e pyeti: a ke Zot tjetër veç meje? Ajo ju përgjigj: Zoti im dhe i yti është Allahu. Atëherë ai urdhëroi që të hidhej në furrë një nga fëmijët e saj. Faraoni e pyeti për herë të dytë: a ke Zot tjetër veç meje? Ajo ju përgjigj përsëri: Zoti im dhe i yti është Allahu. Të njëjtën gjë e bëri dhe me të tretin. Kur erdhi radha të katërtit, ai ishte akoma fosht. Kur e morën ta hedhin, gruaja sikur hezitoi, por foshnja foli: Oj nën, ti je në rrugë të drejtë,
Prandaj tregohu e fort, kështu u hodh në zjarr foshnja së bashku me nënën. Ashtu siç aroma e trupave të tyre të djegur mbushi vendin, ashtu Zoti e bëri që aroma e parfumit të tyre të mbushte qiellin pas vdekjes së tyre. Nga gjërat që profeti sallallahu alaihi wasallam pa gjatë ngjitjes në qiell ishte se pa disa burra dhe gra që para tyre kishin mish të mirë dhe të freskët dhe mish të prishur dhe të qelbur. Ata e linin mishin e freskët dhe hanin mishin e prishur dhe të qelbur. I çuditur nga ajo që pa, profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti Xhibrilin se kush ishin këta njerëz. Xhibril alayhis salam ju përgjigj: këta janë kuror shkelësit, lën mishin e mirë dhe halal dhe anë mishin e qelbur haram. Ky nuk është ndëshkimi i xhehenemit, ky është ndëshkimi gjatë kohës që jetojnë jetën e varrit pas vdekjes. Nga ato që pa tjetër është se pa njerëzit që hapnin gojën dhe u hudhej në gojë sfera zjarri. Kur e pyeti Xhibrilin alayhis salam se kush ishin ata njerëz, ai tha: këta janë ata që hanë pasurit e jetimëve padrejtisht. Allahu në Kur'an në rreth kësaj çështje thot: ata që hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtet ata hanë atë që mbush barkun e tyre zjarr dhe të futen në zjarrin e xhehenemit. En-Nisa 10. Gjatë udhëtimit në qiej, profeti sallallahu alaihi wasallam dëgjoi zërin e xhenetit që thërriste: o Zot, ku janë banorët e mi? Unë jam gati, është shtuar mëndafshi, pemët, uji dhe bimët, ku janë banorët e mi? Nga gjëra që pa, është se pa njerëz me thonjë prej bakri, me cilat qirnin fytyrat dhe kraharorët e tyre. Kur e pyeti Xhibril alayhis salam se kush ishin ata, ai tha: këta janë ata që përgojojnë të tjerët dhe flasin mbi nderin e grave. Pasi kaluan 7 qiej, profeti sallallahu alaihi wasallam pa që në një vend Xhibril alayhis salam u ndal dhe nuk lëvizte më. Ai ishte një vend të cilin Xhibril alayhis salam nuk mund ta kalonte. Ishte Sidratul Muntaha. Ai ishte vend të cilin asnjë krijesë tjetër nuk e kishte kaluar. Asnjë njeri dhe asnjë melek apo xhin nuk e kishte kaluar dhe nuk mund ta kalonte atë vend. Profeti sallallahu alaihi wasallam duke përshkruar gjendjen e Xhibrilit në ato çaste thot: kur pash nga Xhibrili kur arritëm këtë vend, ai dukej si një pupël e lagur nga frika dhe përkushtimi ndaj Zotit. Rasidratul Muntaha dhe arritjes së profetit sallallahu alaihi wasallam deri në këtë vend, Allahu në Kur'an thot: atë Xhibrilin e ka parë edhe herën tjetër, e ka parë te Sidratul Muntaha, që pranë saj është Jannatul Ma'wa. Atëherë kur sidrën e mbuloi çka e mbuloi, shikimi i Muhamedit as nuk lakoi, as nuk tej kaloi. Ai Muhamedi vërtet pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet. En-Najm 13:18. Pasi u ndan nga Xhibril alayhis salam, ai arriti në një vend ku dëgjonte zërat e lapsave me cilët melekët kopjonin nga Lauhi Mahfudhi në fletët e tyre caktimin e Zotit. Për më tej nuk kemi ndonjë hadith që e tregon imësisht atë që ndodhi, pasi ishin gjëra të cilat nuk ka njeri që mund t'i përshkruaj. Vetë dietarët kanë mospajtime mes tyre mbi çështjen nëse profeti sallallahu alaihi wasallam e pa Allahun apo jo. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përmendur diçka të tillë me detaje. Kurse ne besimtarët do të kemi mundësi ta shohim Allahun në xhennet. Thot Allah në Kur'an për ndjenjat që të përjetojmë derisa shohim Zotin. Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera
që Zotin e tyre e shikojnë. El-Qiyame 22-23. Kënaqësia dhe ndjenjat që të pushtojnë në çastet që të shohësh Zotin nuk krahasohen me kënaqësitë më të mëdha dhe bukuritë më të rralla të kësaj bote. Qoftë kjo dhe vetë madhështia e Qabes. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: në çastet që të shohin Zotin, nuk do të ketë kënaqësi që është dhënë më e dashur se sa kënaqësia që ndjejnë derisa shohin vetë Zotin. Në takimin mes Allahu dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhërisëm i tha: o Muhammed, unë të kam obliguar ty dhe ummetin tënd të falni 50 namaze në ditë. Namazi është obligimi vetëm që u bë derisa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në qiell, gjë që tregon mbi rëndësinë e këtij adhurimi. Rëndësia e tij shfaqet gjithashtu edhe në faktin që namazi konsiderohet si takim mes robit dhe Zotit. Dije që sapo të shqiptosh fjalët Allahu Akbar, ti je në takim me Allahun dhe duhet të jesh i ndërgjegjshëm mbi ato që lexon, dhe që vetë Zoti është drejtuar drejt teje. Sa herë që kthehesh nga një anë, ai të thotë: a drejt dikuj më të mirë se unë po kthehesh? E pasi u obligua me 50 namaze në ditë, fillon profeti sallallahu alaihi wasallam të zbresë qiejt. Në qiellin e 6 takohet me Musain alayhis salam, i cili e pyet: me sa namaze obligoj umetin tënd Zoti, o Muhammed? Profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet: 50 namaze në ditë. Musai i thot përsëri: unë e kam provuar me popullin tim dhe umeti yt nuk do e mbaj dot. Prandaj kthehu dhe kërkoj Zotit që ta lehtësoj. Kthehet profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon Allahut që t'ia lehtësoj çështjen e namazit për umetin e tij. Allah i madhërisëm ja pranoi lutjen dhe nga 50 ulet në 25 namaze në ditë. Kur e merr vesh Musa alayhis salam, i kërkon profetit sallallahu alaihi wasallam që të kthehet përsëri dhe t'i kërkoj Allahut që t'ia lehtësoj edhe më. Vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam t'i kërkoj Allahut që t'ia lehtësoj derisa mbeten 5 namaze në ditë. Allahu i premton gjithashtu që namazet janë 5 në ditë, por shpërblimin e kanë si 50 të tilla. Lehtësimi i namazit nga 50 në 5 nuk erdhi si rezultat se Allahu nuk e dinte që ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk do të mund t'i kryente këto, por kjo ishte me qëllim që të na tregojë se kjo fe është lehtësim. Nëse do të kishin mbetur 50 aq sa ishin në fillim, do të kishte qenë shumë vështirë për t'u kryer. Për nga rëndësia që ka namazi, ai është gjëra e parë rreth së cilës njeriu do të jap llogari ditën e Kiametit. Kur Allah i madhërisëm ja uli në 5 namaze, profeti sallallahu alaihi wasallam zbriti përsëri te Musa alayhis salam, i cili përsëri i tha të kthehej dhe të kërkonte që ta ul edhe më. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: më vjen zor nga Zoti. Nga gjëra që pa profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë Miraxhit ishte edhe xheneti. Ai u tha shokëve: hyra dhe në xhenet. Shokët e pyetën: po çfarë pe atje o i dërguari i Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: pash gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe ndërmend nuk i ka ra askujt. Pas ndodhisë së Miraxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ulur me shokët e tij dhe i pyeti: cili prej jush e ka parë xhenetin? Të gjithë ulën kokat dhe heshtën. Kurse Abdullah ibn Omeri çohet dhe thot me siguri: unë, o profet. Babai i tij, Omeri, mbuloi fytyrën me duar se i erdhi turp nga ajo që thaj biri. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti përsëri:
kush nga ju kanë ngrënë nga frutat e xhenetit? Unë, o profet, u përgjigj përsëri Abdullah. Kush prej jush ka pirë nga lumenjtë e xhenetit? I pyeti përsëri profeti. Unë, o profet, përgjigjet Abdullahu. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Abdullahut duke i thënë: na trego atëherë se si i ke parë të gjitha këto. O profeti i Zotit, i thot Abdullahu, e kam parë xhenetin, pasi e ke parë vetë ti. Kam ngrënë nga frutat e xhenetit, pasi i ke ngrënë ti, dhe kam pirë nga lumenjtë e xhenetit, pasi ke pirë ti. Nga ato që profeti sallallahu alaihi wasallam pa në Miraç është dhe burimi i Kautherit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur e pash, e pyeta Xhibrin alayhis salam se çfarë ishte kjo, dhe ai mu përgjigj: është burimi i Kautherit, të cilin Zoti ta ka premtuar. Ai ka brigjet prej floriri. A gjithashtu pa edhe shtëpitë e xhenetit? Shokët e tij e pyetën: o i dërguari i Allahut, ne e përshkruaj se si janë ndërtesat e xhenetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: ndërtesat e xhenetit janë prej floriri dhe argjendi, suvatimi është prej misku, gurët janë prej diamanti, dhe çatia e tyre është arshi i Allahut. Pasi përfundoi udhëtimin e Miraxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye në xhamin Aksa të Buraku, e merr dhe me të u kthye në Mekë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: u ktheva në shtëpi dhe gjeta shtratin të ngrohtë siç e kisha lënë. Në mëngjes u zgjova i shqetësuar t'u tregoj Kurejshëve apo jo. Kjo pasi akoma nuk ishte shpallur surja Isra. Prandaj kaloi Ebu Xehli, i cili kur më pa të shqetësuar më pyeti: çfarë ke o Muhammed? Unë i tregova gjithçka më kishte ndodhur atë natë. Ebu Xehli pyeti: nëse i mbledh njerëzit, a u tregon edhe atyre këtë? Po, i u përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam. Ishte hera e parë që Ebu Xehli i mblidhte njerëzit për të dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur u mblodhën njerëzit, profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të tregojë rreth gjithçka që kishte ndodhur një natë më parë. Kishte nga dëgjuesit për tyre që mbyllnin veshët, të tjerët fërshëllenin, të tjerët mbyllnin syt me duar e kështu me radhë. Madje ato që tregonte profeti sallallahu alaihi wasallam, kishte edhe disa nga muslimanët që nuk i besuan. Disa që e dëgjuan profetin sallallahu alaihi wasallam shkuan tek Ebu Bekri dhe i thanë çfarë kishin dëgjuar. Kjo me qëllim që ta largonin edhe atë prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Por Ebu Bekri u ktheu. Nëse e ka thënë këtë, ka thënë të drejtën. Unë e besoj në gjëra të tjera dhe që meleku i vjen nga qielli. Ç'të mos e besoj për këtë? Nga ky qëndrim i Ebu Bekrit, ai u quajt e Siddik, i besueshëm. Si kusht për t'i besuar, jo besimtarët i kërkuan që t'ua përshkruaj xhamin Aksa. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregon: Zoti ma paraqiti para syve xhamin dhe ua përshkrova siç ishte në detaj. Gjithashtu u tha: kam parë edhe një karavan, mbërritja e cilit do të vënohet pasi u ka ndodhur një vjedhje gjatë rrugës. Kur arriti karavani 2 ditë me vonesë, ju besimtarët i thënë profetit sallallahu alaihi wasallam: kjo është magji e jotja o Muhammed. Vdekja e Abu Talibit dhe Hadijës, udhëtimi i profetit sallallahu alaihi wasallam në Taif, edhe udhëtimi i Isras dhe Miraxhit, të gjitha këto ndodhen në vitin e 10 të profecisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.